Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi si gjithnjë bashk këtu në Atlas Njerëzor në Blu Televizion. Në Atlas Njerëzor, aty ku jemi tek jetë dhe histori që të frymëzojnë. Protagonistja e emisionit ton sot është një zonjë që e quan veten një ur gjuhësh, një ur kulturash, një ur përjetimesh dhe emocionesh midis Polonisë dhe Shqipërisë, Vlorës. Ajo ka lindur në një vend historik në Europën qendrore dhe prej 15 vitesh jeton në Vlorë me 2 vajzat e saj dhe bashkëshortin vlonjat. Është misionare, pse jo, një ambasadore që përcjell përjetimet shqiptare, bukuritë e Vlorës, bukuritë shqiptare për një audiencë polake, por që ndëron Europën patjetër. Është Roksana Novak, protagoniste e ftuara në emisionin Atlas Njerëzor. Roksana, të falenderoj që erdhe. Përshëndetje, unë jam Roksana, ju falenderoj shumë për ftesën dhe për këtë përshkrim kaq e bukur, këtë prezantim që më ka një bërë tani. Roksana, ti nuk e di, po unë jam shumë e kënaqur që flas me një zonjë nga Polonia që e flet shqipen kaq bukur. Është kënaqësi dhe për mua shumë. Dhe është kënaqësi për çdo shqiptar që të flas me dikë që tu flas gjuhën kaq bukur. Shumë faleminderit. Prandaj u frymëzova. Roksana, jeni polake, po tashmë me shpirt shqiptar. Mund të më thoni me pak fjalë si e përshkruani këtë kalimin nga Polonia në Shqipëri dhe vendosur në Vlorë? Po, faktikisht, historia e migrimit tim nuk fillon para 15 vite, po që para 20 vite. Unë sot jam 22 vjeçë, po kur isha 22, kam nisur një aventur, mund të themi. Unë kam mbaruar studimet 3 vjeçare në Poloni, në degën menaxhim dhe marketing në turizëm. Atëre ishte një deg shumë në mot, me shumë konkurrencë. Me zi arrita të futesha, të filloja universitet dhe kam mbaruar me notat shumë të mira. Prindrit të mi që nuk kishin përfatike që mundësi të mbarojnë shkollën e lartë, donin të vlerësonin këtë diplomimin tim dhe më kanë bërë një durat, një kurs 1 mujor gjuhës italiane në Itali, në Perugia. Unë jam nisur më shumë gëzim për në Itali dhe andej kam pësuar një, s'mund të themi shok, është fjala shumë e madhe, po është ndryshuar kuptimi e botës brenda meje si një vajzë e re 22 vjeçare. Pse? Pse? Sepse kam ardhur nga Polonia që sapo është futur në Bashkimin Evropian. Poloni, flasim për Poloni para 20 vite, Poloni ku rrugtim për një vajzë duheshe që ishte përcaktuar që në fillim dhe ishte universitet martës fëmi dhe unë vajta në Itali pash një bot shumë ngjyrshe, një bot tjetër, një bot që pas universiteti dhe kjo jeta serioze mund të pret një qik, që mund të shijosh jetën dhe thash një sekund, a pse mos ta përjetoj dhe unë? Dhe u ktheva në shtëpi pas 1 muaj dhe thash mamit, në qoftë se do gjej dikush, unë vi nga një familje shumë modeste. Në qoftë se do gjej dikush që do më jep borx 1.000 euro, unë do nisem dhe s'do më shikoni me në shtëpi. Dhe kam gjetur një njeri, kush ishte gjyshja ime që kishte pak kursime, më ka dhënë 1.000 euro borx, dhe unë këtu falenderoj shumë prindrit të mi që më kanë lënë të lirë, më kanë lënë të bëja gabime, të bëja eksperienca, sepse janë shumë të rëndësishme në këtë moshë. Dhe unë nisa. Pash herën e parë babi tim që i ra një lot, mami im që më luteshe që të mbaroja universitet, master. Unë faktikisht kam qenë dhe regjistruar në master në Poloni, po e lash. Dhe mami ime më tha një gjë atëre, jo, sepse ishte njëri u i keq, sepse ishte mamaja ime, po për pamundësi ekonomike që kishin, më tha një fjali urt polak që më vjen keq nuk përkthet tamam në Shqip, po përkthet në italisht, dhe besoj do ta kuptoni në italisht nga që gjithë shqiptarët gjuhën italiane e njojnë, sa i contare conta su te stessa.
Do me nga këtë moment, do të bësh këto gjera, do të nisësh, do të jesh e lirë, duhet të shikosh vetëm fuqi të tua, po, dhe të kesh vetë besim vetëm në vete. Është shumë e bukur, vetë besimi është kryesorja. Po, dhe unë them, ishte një gjë shumë e rëndësishme në këtë moment, sepse po të kisha nisur si një fëmijë përkëndelur nga një familje me mundësi ekonomike, nuk do kisha arritur sot ku jam, pavarësisht që s'kam bërë gjërat e mëdha, po për jetën time janë gjërat e rëndësishme. Dhe keni motra vëllezër? Unë kam një motrën me vogël që akoma jeton me prindrit. Dhe unë njësa. Unë njësa në Itali me këtë 1.000 euro me diplomë në turizëm, me mendim që gjithë do me presin me derën e hapur, që do filloj punë me një herë. Se vije nga Polonia. Po, dhe jam përballur herën e parë me jetën e vërtet në emigracion, si që mund të imagjinoni 1.000 euro kanë mbaruar shumë shpejt. Asnjë njeri, asnjë një hotel, restorant nuk me prisnin me derën e hapur, kështu që muajt e para ishin shumë të vështira. Pastaj kam marrë vesh që në Umbria ka bursa nga më të mira për studentet. Jam regjistruar në universitet, kam fituar, kam marrë dhe bursë, dhe këtu fillon historia shqiptare. Ditën e parë shkollës kam njohur një çun me emrin Serdi, një vlonjat. Kur e kam njohur, duhet të them të drejtën, ne në Poloni edhe unë për Shqipërinë nuk dija shumë. Unë e dija që Tirana është kryeqytet dhe mund të themi kaq. Dhe edhe kur i tregova prindërve që kam njohur një çun shqiptar, mami ime është friksuar, sepse para 20 vite rrjetet sociale nuk ekzistonin, kemi patur vetëm YouTube, dhe në YouTube nuk kishim parë pamje të bukura eksamilit si që shikojmë sot, po video e bandave e 97-ës. Kështu që mund të imagjinoni të meri e prindërve të mi. Pastaj ai miti që është një shtet muzulman radikal, që ishin shumë të friksuar. Po nejse, në atë kohë, as unë nuk i dëgjoja shumë prindrit të mi që ishte dhe mosha, vazhdoja njohuri me Serdin, kemi vazhduar shkollën në Itali, dhe në një moment jemi diplomuar të dë, dhe kemi thënë, dhe tani, qa do bëjmë? Në qoftë se duam të jemi bashk, duam të vazhdojmë histori tonë, unë s'me kishte vajtur asnjë një herë në mendje mundësi të ikja të jetoja në Shqipëri. Unë kam ardhur në Itali dhe andej doja të rija. Po Sergji kishte nuhatje dhe tha një gjë shumë e drejtë atëre. Më tha, dëgjoj, gjuna gjithë këto vite universitetit, sakrificës dhe punës, sepse unë patjetër kisha bursën, po bursa nuk mjaftonte për të jetuar, kështu që kam punuar tërë kohën shumë. Kam punuar si kameriere, si babysitter, punët tipike që bënin gjithë studentët. Studentët, emigrantët. Po, patjetër, po kam punuar 30 orë në javë, kështu që dhe jam lodhur, duk frekuentuar leksione ditë për ditë, dhe tha se gjithë të sakrificë, këto tash ti 3 diploma që ke, do të jetosh këtu dhe të vazhdosh këtë punë, sepse është shumë e vështirë në Itali të... Do quhesh që të emigrant? Po, patjetër dhe emigrant nga Europa lindore. Dhe zgjodhësh Shqipërinë? Dhe tha Sergji, hajde do provojmë. Edhe ai vetë nuk e kishte atë ndjesinë që përgjithsisht kanë pas shqiptarët kur kanë emigruar nga Shqipëria që të vazhdojnë jetën në Europë? Jo, sepse kishte shumë nuhatje, tha hajde do ikim në Shqipëri që është një shtet që po zhvillohet tani, që tani fillon të zhvillohet, të rritet ekonomikisht, dhe erdhem këtu. Unë thash do provoj, në qoftë se nuk do me pëlqen, kam ku të vete prap, do kthehem në Poloni, do ikim në Itali. E kemi provuar dhe unë që ditën e parë kam kuptuar një gjë. Në Itali kam qenë gjithmonë vajzë nga Europa lindore, nga një shtet post-komunist. Kam ardhur këtu dhe brenda një natë jam bërë një vajzë nga Bashkimi Evropian. Pse? Ç'të bëri? Kush ta dha ndjesinë që ishe nga Bashkimi Evropian? Shqiptarët, direkt. Shqiptarët? Po. Si ka ndryshuar perceptimi e personit tim? Me mënyrën e jetesës, me çfarë? Jo, këtu atëre, nga unise. Para 15 vite, kam qenë e vetmja, e huaj përveç disa italianët që kanë jetuar këtu,
Dhe gjithë më kanë parë, unë me këtësë, si na shikonin italianët andaj, po, si një gjë, si një vlerë e shtuar e qytetit. Mikpritja shqiptare. Po. Që nuk e kanë të tjerët, na dallon, mikpritja shqiptare. Pra po më thuaj që kjo, unë ndjeve shumë mirë. Po, patjetër. Kudo, në çfarë moment, në vështirësi dhe në gëzim, shqiptarët gjithmonë më kanë pritur me zemrën në duart. Pra, bashkëshorti, njohja me bashkëshortin, ishte shtysa e fortë, e cila të lidhi dhe me Shqipërinë. Apo jo? Po, patjetër. Zemra nuk njeh kufi, dhe falenderoj dhe zemrën time që ishte një gjë që më ka dërguar këtu në drejtimin e Shqipërisë. Që rau fort, zemrën që rau fort. Po. Sot ju jetoni me bashkëshortin dhe 2 vajzat tuaja. Po. Dhe jetoni vetëm, apo me vjerin dhe me vjerën? Është një anekdot. Unë para që kam ardhur këtu, lash një kusht bashkëshortit sot. I thash, unë do vi në qoftë se do marrim një shtëpi më qira, sepse mund të imagjinoni, unë kisha vetë 5 vite që kam ikur nga shtëpia ime, nga qyteti e lindjes në Poloni, dhe nuk imagjinoja më të jetoja jo me mamin tim, po me vjerën që nuk njoh në një shtet ku mentaliteti është komplet ndryshe, kështu që ishte një nga kushtet, një i vetmi që i dash, ma ka plotësuar, dhe besoj fale këtij jemi shumë të lumtur gjithë sot. Po në qoftë se sot, se atëherë ishte 20 disa vjet. 27 kur erdha këtu, po. Ishte e re. Po në qoftë se të thonë sot, u a jep ti këtë porosi vajzave sot? Vajzës, ja jep që... Patjetër, të jetë e pavarur, të jetë vetë. Të jetoj vetëm, jo me vjerën dhe me vjerin. Po, patjetër të jeton vetë. Sa nuk i duan, sa nuk na donin e vjerat fare. Roksan, si ke kaluar këtë të themi, si është ky përjetimi i kalimit nga një kulturë që vjen nga Europa qendrore në një kulturë mesdhetare siç është Shqipëria? Patjetër që mirëpritja e shqiptarëve më ka ndihmuar shumë, po 6 muajt e para nuk kanë qenë të lehta. Ishte pak një shok kulturor, unë një vajzë e lirë nga gjykime, nga tabu, kam ardhur këtu në një shtet që për para gjykime, edhe brenda familjeve, edhe në shoqëri, ushqet. Kemi qenë. Po, në një shtet që ka shumë tabu, që mua nuk më përkasin fare. Kështu që këto ishin disa vështirësira në fillim, por më ka shpëtuar patjetër bukuria e Vlorës, deti, dieli, natura më ka shpëtuar, dhe avash kam mësuar, kam njohur mentaliteti, kam njohur shqiptarët, dhe tani jam shumë mirë. Dhe përveç mikpritjes, çfarë ju ka tërhequr ose ju ka mahnitur më shumë të shqiptarët, dhe ajo tjetra që çfarë ju ka frenuar, çfarë nuk ju ka pëlqyer? Mirëpritja po. Edhe këtë fakti që më kanë pritur gjithmonë me zemrën në duart, që jeni njerëz me ndërmë, jeni njerëz shumë të mirë, unë them që si shqiptarët nuk ka. Çfarë me ka bezdisur ishte shumë mentaliteti që them sot shoqëru është ndryshuar shumë. Po mbaj mend vajzat. Të themi kjo ishte sfida që të doli përpara? Po, edhe gjëra e parë që jam përballur direkt sa erdha këtu ishte gjuha shqipe, që unë nuk e njihja fare, ishte shumë e vështirë për mua. Sa erdha nga një anë, fakti që flisja italisht më ka ndihmuar shumë, sepse vlonjatët flasin italisht gjithë, po nga ana tjetër më ka bezdisur një çik dhe kam filluar të flas tamam gjuhën shqipe pas 2 vite. E kam mësuar vetë, që atëherë nuk kishte asnjë mësues. E qëndrojmë pak te gjuha shqipe. Qëndrojmë pak. Si arritet ti që ta përbeçosh gjuhën shqipe? Dhe në sa vite? Shumë shpejt apo ngadalë? Pas 2 vite kam filluar të flisja tamam gjuhën shqipe. Më kanë ndihmuar dhe shumë puna në universitet, sepse jam punësuar duke ditur vetëm gjuhën angleze dhe italiane, puna më kanë ndihmuar shumë patjetër, po edhe nuk e kam marrë me frikë, sepse ishte eksperienca ime e dytë
Eksperiencën e parë kisha në Itali, ku kisha shumë frikë të bëja gabime në gjuhën italiane. Këtu frikën nuk e kam pasur më, pavarësisht dhe sot edhe më Ne gramatikën e kemi të vështirë, nuk e kemi të thjeshtë. Po, unë e kam mësuar instinktivisht, them gjithmonë si një fëmijë e vogël që mëson të flasi, çfarë lloj gjuhe, unë kështu kam mësuar. Po, gjuhën shqipe. Me abetare, me tekste, jo. Jo. Me instinkt dhe pa frikë, them, duke jetuar, duke përballuar çfarë lloj sfidë vetë në gjuhën shqipe. E mbani veten, e quani veten si një misionare, si një urë gjuhësh dhe kulturash. Edhe pse është e vështirë se vim nga kultura të ndryshme, po çdo të thotë që të integrosh në kulturë, në jetën e përditshme. Ti përshtatesh pra kësaj kulture në jetën e përditshme. Po, atëre unë kam zgjedhur Shqipëri përfundimisht për të jetuar. Këtu është shtëpia ime tani dhe pse them që jam dhe një urë litëse, sepse puna ime e dytë, përveç universiteti, është edhe puna ku promovoj Shqipërinë në Poloni, kryesisht. Jam guid e certifikuar nga Ministria e Turizmit në Shqipëri, që kam një mision për të treguar polakëve Shqipërinë. Po, Shqipërinë, jo vetëm Shqipërinë e bukur nga ana e natyrës, sepse kështu promovohet kudo, po edhe nga ana kulturore dhe historike. Po, dhe shkojmë pak tek roli akademik dhe profesional i Roksana Novak. Si u ingranove, punon prej 15 vitesh, pranë Universitetit të Vlorës, apo jo? Po. Dhe konkretisht? 14 vite, kam punuar si specialiste botimeve shkencore, kam bërë buletini shkencor. Unë ndihem shumë e vlerësuar dhe nderuar që mund të punoj si një huaj në institucion shtetëror këtu në Shqipëri, dhe e marrë dhe gjithmonë si një sfidë, dua të përmirësohem, e marrë shumë seriozisht dhe me pëlqen shumë. Kanë kaluar 15 vite, unë 15 vite punoj në universitet, është një gjë që bëj për ditë, është pjesa e jetës time patjetër, dhe jam shumë e lumtur që mund të punoj në një institucion shtetëror këtu. Aktualisht jeni asistente? Jam asistente dekanit pranë Fakulteti e Shëndetit. Në Fakultetin e Shëndetit, po. Cila të themi është më kuptim plotja në këtë të themi karrierë akademike këtu në Vlorë? Qasja, përballja, më e plot për ty që dhe të ka plotësuar më shumë? Fakti, si që thash përpara, që jam një e huaj dhe mund të punoj me akademiket e shkëlqyer, me njerëz e shkencës, më bën të ndjem shumë e vlerësuar. Po. Ndërkohë, sjell Roksana nga përvoja e Polonisë në këtë fushë, në fushën akademike shqiptare? Unë nuk jam punonjëse... Edhe pse nuk ke punuar? Po, unë nuk jam punonjëse akademike, unë jam pjesa administratës, dhe përpiqem me thonë dhe kolegët gjithmonë që jam pak gjermane, si që thoni ju shqiptarët, përpiqem të jem gjithmonë korekte, punktuale, nuk lë punën për më vonë, sa vi në mëngjes në zër, mbaroj të gjitha qa kam për të bërë, pastaj që të sëm pak më kafe, po... Cila është mënyra polake në administrim? Ja, kështu. Jemi shumë korekt, po, shumë korekt, punktual, nuk i lëm gjerat për më vonë. Po ti nuk je gjermane, je polake? Po, jemi në gjajmë, jemi komshi. është natyra, është natyra jote, shumë mirë. Po. Ndërkohë punoni me brezin e ri në universitet, si e shihni prirjen e kësaj gjenerate të re, që sot jeton në Shqipëri, mëson në Shqipëri, dhe që është tani europiane. Nuk mund t'jetë vetëm shqiptare. Po, këtu do dëshiroja shumë që të rinë shqiptar, studentet që me studentet takohem ditë për ditë, të kishin më shumë aftësi veprimi, të kishin më shumë besim në vetë, të adinin që nuk është faji, si që thuet këtu, shtetit politikës,
po që jetën e tyre e kanë në dorë, dhe unë jam shembuli më i mirë e kësaj gjeje, që duhet të punojnë, të sakrifikojnë dhe të kenë, do doja shumë të kishin më shumë oreks për jetë. Sepse më duken shumë dorëzuar, më duken pa kuriozitet, dhe do doja dhe të kuptojnë një gjë që të bëjnë, të punojnë si një drejtues i mirë, duhet të kalojnë çfarë lloj shkale e karrierës, të arrin në majnë pastaj, sepse shikoj është një mentalitet gjithë duan të punojnë si drejtora, si shefe, po nuk kuptojnë që duhet të fillojnë nga shkala e fundit, nga poshtë, për të kuptuar dhe për të drejtuar mirë punën. Sa i rëndësishëm është ndërhapja kulturore për integrimin e të rinjve shqiptar? Duhet të provojnë patjetër të ikën dhe jashtë shteti, po jo, unë gjithmonë jap shembuli im, jo të ikën me mbështetjen e familjes. Çdo njeriu, çdo iri, edhe direkt pas maturës ka nevojë për një eksperiencë. Pastaj universiteti dhe pret, dhe patjetër është shumë i rëndësishëm, por bota është për të eksploruar dhe një fjalë urtë tjetër polake thotë se bota është si një libër dhe kush nuk lexon shikon vetëm faqen e parë, kopertinën. Dhe prandaj them, eksperienca e jetës është shumë e rëndësishme, njësoj e rëndësishme si dhe shkollimi dhe edukata në shkollë. Që duhet patjetër të urdetojnë edhe më pak mundësi ekonomike dhe të shijojnë dhe të shikojnë botën. Jeni angazhuar në kulturë dhe në media. Është faqja juaj Albania po Polsku. Po Polsku. Është tani një dritare e Shqipërisë në Poloni dhe më gjerë. Si ju erdhi ideja? Po, unë vitet të para kur isha këtu, patjetër gjithë familja, shoqëria në Poloni, po edhe në Itali, pa patur këtë ide dhe njohuri për Shqipërinë, me thoshin po, o vajs, ku ke vajtur? Një shtet, më vjen keq sot ta them vetë, një shtet i varfër, i pist, me banda, shtet muzulman, buri të mban shkurt, nuk kete drejtat të tua, dhe unë nuk mund desha me. E dëgjoja kudo, dhe gjithmonë, dhe thash, po të hap një website. Të hapak syt Të Europës filloj të përshkruaj jetën time, të përshkruaj Vlorën, avash pastaj gjithë Shqipërinë dhe gjithë historinë, kulturën, traditat. Dhe besoj kam kapur një moment e mirë, sepse kishte shumë uri për njohuri për Shqipërinë. Po, u mirëprit nga asja juaj. Po, unë direkt një muaj pas hapjes e website-it, kam marrë ftesa në shumë intervista në Poloni, dhe website nga që ishte nga të paret në gjuhën polake që promovon të Shqipëri, pas një vit ka arritur 1 milion klikime. Që në filimet ka hecur shumë mirë, dhe pse Albania po Polsku, çfarë do me thënë? Do me thënë Shqipëria në polonisht, do me thënë Shqipëria në gjuhën e kuptueshëm për polakët. Bravo, shumë e bukur. Shumë e bukur. Faleminderit. Ndërkohë që ju shfaqeni tashmë, nuk keni droje, dhe mua më pëlqen sinqerisht, edhe në profesionin e gazetarit na pëlqen transparenca dhe njerëzit, veçanërisht njerëzit që janë publik, duhet ta bëjnë transparencën. Dhe një gazetare do fort njeriu publik që bën transparencë, ndërsa nuk e do as pak, merr zëmërin me njeriu që tërhiqet, fshihet dhe nuk bën transparencën. Ndërkohë, ju shfaqeni në media në Poloni, në Shqipëri. Kur flisni për Shqipërinë, çfarë doni të përcjellni, çfarë bërtisni fort? Do filloj nga kjo pjesa pse s'kam ndroje unë. Unë them që vjen dhe nga gjithë kjo jeta ime, nga gjithë eksperiencat me të cilat jam përballur. Unë jam shumë koshent nga gjithë defektet që kam si çdo njeri, po kam arritur besoj edhe moshën që i tej kaloj dhe gjithmonë kam qef të hidhem në gjërat të reja. Prandaj turpin e lash anash. E ke ngrënë me bukë thënë në shqiptarë. Pa tjetër. Tani, unë kur ftohem në emisione shqiptare, zakonisht janë formate shumë zbavitëse, formate ku qeshim, kështu që nga një anë, patjetër më bën shumë
kënaqësi fakti që më ngeli një etiket, unë them gjithmonë jam motor Gjani nga Vlora, dhe kjo etiketa më ngeli dhe përsëritet, po. Shumë e bukur motor Gjani nga Vlora. Përsëritet në Unë jetoj prej vitesh në Vlorë dhe se kam thënë këtë motor Gjani, shumë bukur, bravo. Po nga që gjithë kolegët në punë dhe shoqet më thonë ti je bërë më shumë shqiptare se ne. Prandaj më ngeli motor Gjani nga Vlora, dhe kjo pjesa zbavitëse patjetër më pëlqen shumë, po do doja dhe të kisha një hapësirë dhe ju falenderoj për këtë hapësirën këtu dhe mundësi që mund të flas edhe për të rinj, për këtë pjesën e emigracionit tim, që ka dhe momente shumë të vështira, shumë të errta, dhe do doja një hapësirë që mund të flisja edhe për këto gjëra, sepse besoj është një mesazh shumë i rëndësishëm, sepse unë sot shikohem si një vajzë me fat, një vajzë që ka patur jetën shumë e lehtë, ka ardhur këtu, bën guida, punon në universitet, po jo, nuk ka qenë kaq e lehtë. Absolutisht. Thjesht nga hapi e parë që kam marrë kur vendosa që do iki nga shtëpia para 20 vite, kam bërë shumë gjëra që sot arrita këtë fatin tim. E ke kërkuar, po. Ke luftuar, e kam punuar, po. E je përpjekur, patjetër. A mendoni se Shqipëria është ende një sekret i bukur për europianët? Unë them që nuk është më sekret, tashmi është zbuluar, për zbuluar nga ana natyrore. Qa ngeli pa zbuluar, qa është akoma pa njohur për të huaj, është historia. Dhe këtu më vjen shumë keq dhe unë duke punuar si guid, gjithmonë pjesën historike i tregoj shumë polakëve kryesisht. Një nga pjesët më të bukra për mua që këtu i flas tamam si kur isha shqiptare 100% unë, e lindur këtu, është historia e jetës e Skënderbeut. Unë tregoj gjithmonë më shumë krenari dhe shikoj si habiten turistët, sepse nuk kanë idenë fare për historinë e Shqipërisë. Polakët habiten shumë për figurën e Skënderbeut, nuk njihnin përpara, kështu që për mua është kënaqësi vërtet të tregoj këtë pjesë. Dhe na kalove dashur pa dashur te turizmi dhe te guidat. Po. Edhe shkojmë tani, është edhe shumë bukur atë që të pëlqen të josh historia. Dhe në fakt me guidën turistike që tashmë është e certifikuar nga ministria jonë, ju nuk tregoni thjesht vende, por qëndroni dhe në histori. Po. Si e bëni këtë? Sepse nuk mund të flasësh që e një historinë shqiptare tërësisht, apo ke ulumtuar dhe ke mësuar dhe ke studiuar. Kështu duke punuar. Patjetër kam dhe studiuar, patjetër. Edhe kam udhëtuar, kam parë gjithë Shqipëri. Unë kryesisht bëj guidat në Tiranë, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë, edhe në Krujë. I tregoj patjetër vende, histori, këtu vërtet përpiqem t'i tregoj sa më shumë, po në mënyrë tërheqëse, por edhe disa gjëra që them gjithmonë një guid shqiptare nuk do të tregonte. Disa tradita që për shqiptarët duken shumë e zakonshme, shumë normale, si fakti që në Shqipëri festohen festat e disa fete ndryshme. Është një fakti është zakonshëm. Bashkëtojnë komunitetet fetare në Shqipëri. Fakti e dasmës që bëhen dë dasma. Kështu që shumë gjëra që them për një guid shqiptar janë gjëra normale, mbase nuk i tregon. Unë i tregoj dhe turistët kanë dhe shumë kuriozitet për këto aspekte e jetës dhe përditshme, si funksionon edhe sistemi shëndetësor, pensione, shkollat. Kështu që unë gjatë ditës me turistët vërtet i kam shumë për të thënë, sepse i tregoj edhe për jetën e përditshme. Tatë më përpara që tregoni dhe për dasmat, ne kemi 2 dasma, ju sa keni? Ne bëjmë një fustan, një dasëm. Dhe janë bashkë, është familjet bashkë? Gjithmonë bashkë, dasma fillon në dreg nga ora 12:01 dhe mbaron ditën të nesërme në mëngjes. Në mëngjes? Më thënë gjithë natën jeni? Po, gjithë ditën, gjithë natën. Aheng themi në shqiptarët, është shumë bukur. Ndërkohë që keni botuar dhe 2 guida në Poloni. Po, para... Cili është dallimi tyre nga, të themi, librat e zakonshëm të udhëtimeve? Para 2-3 vite jam kontaktuar nga një shtëpi botuese më e madhe, polake në këtë sektor. Kemi botuar, kam shkruar 2 guidat,
ku jo vetëm tregoj histori, kulturën, traditat, po edhe dhe bëj itinerare ku, si, në çfarë orar mund të ikësh të vizitosh vende konkrete. Besoj nga këtë ndalohet guida, po edhe fakti që nuk është shkruar nga një vendas, po nga mund të themi, unë kuptoj çfarë do të shikon turisti dhe ku do të vete, sepse unë në fillim kam ardhur këtu, mund të themi si turiste, kur e kam zbuluar Shqipëri. Që besoj, kjo është një gjë që ndalon guidat të mia. E bukur është kjo, po juve çfarë promovoni, çfarë ju thoni turistëve, çfarë ata të shohin, përse ata të jenë të interesuar, sepse tani ne themi që nuk kemi vetëm turizëm detar, por kemi dhe turizmin malor, po kemi dhe turizmin kulturor, dhe kryesisht tani ne jemi në Vjeshtë bashkë dhe tani jemi në turizmin e Vjeshtës që përgjithsisht është një turizëm kulturor. Po, është turizëm kulturor, Berati që janë ata kanë interes për të parë monumente kulture? Po, unë tani zakonisht në dimër bëj shumë guida në Tiranë, në Krujë, në Berat. Faktikisht edhe të shtunën tjetër do kem një guid në Tiranë, kështu që patjetër turizmi kulturor, dhe këto janë qytete Gjirokastra, Berat, Tiranë dhe Krujë që vizitojnë gjatë gjithë vitit. Në kontakte ju me turistë të ndryshëm, jo vetëm polak, ndërkohë, cila është historia më tërheqëse që të ka prekur e një turisti, e dy turistëve që kanë ardhur për herë të parë në vendin tonë? Është prekse? Është e bukur? Po, një histori e thjeshtë në fillimit e punet të mia, kur erdhi një çift me dy fëmijë, flasim nga viti 2018-2019, kanë ardhur me makinë, jemi takuar këtu, i fola për Vlorën, pastaj janë nisur drejt jugut, kanë kaluar nga Llogaraja, dhe në Llogaraj është prishur makina. Këta ishin friksuar që them atëre nuk ishte akoma promovuar Shqipëria si që është promovuar sot, kështu që dinin këta mendonin edhe për këto aspektet të errta që promovoheshim atëre. Dhe i shprishur makina në mes e Llogaras dhe nuk dinin çfarë të bënin. Në një moment erdhi një shqiptar që i ndihmonte në makinën, tjetri i soli ujë për fëmijët, një tjetër akoma bjurekun për të ngrënë. Dhe këta ishin shokuar, mahnitur, dhe besoj kishte momenti që kanë njohur Shqipërinë e vërtet, dhe këtë mirëpritje në famshme shqiptare, dhe më kanë thënë, është një gjë që është humbur në Europë. Po këtu shqiptarët e kanë. Jemi solidar. Po. Jemi solidar. Po. I gjëndemi njëri tjetrit. Pa tjetër, po. Dhe të huajt përgjithsisht dhe në lajmet që ne kemi trajtuar vazhdimisht, në të në këtë gjë kanë spikatur tek shqiptarët edhe tek vlonjatët. Dhe shkojmë tani e dashur Roksan tek dimensioni juaj personal. Ju keni dy vajza dhe vajzat studiojnë në Shqipëri, studiojnë në Vlorë, rriten mes dy kulturave, Polonisë dhe Vlorës, Shqipërisë. Si është, të themi, ky edukim shqiptaro-polak, pra nuk kanë vetëm një atë dhe tani, apo jo? Janë me dy atë dhe, janë me dy flamuj. Po, kam dhe vajza, Sofia që është 12 vjeçë dhe Ola 5. Të dyja janë lindur këtu, në Vlorë. Të dyja janë vlonjate, mund të themi, më shumë vlonjate se sa polake, pavarësisht që e madja është më tipare slave, me flokët bjonde të gjata, ndërkohë e vogla është një vlonjate tipike, ngjan babin shumë. Vajzat flasin gjuhën polake, e madja flet shumë mirë, dhe unë gjithmonë i them fakti që ju jeni gjusëm polake, gjusëm shqiptare, nuk është që ju ndajeni në mes. Është se zemra juaj dëfishohet, ka një çdo gjë dëherë më shumë. Kështu i them dhe çupes e madhe, gjithmonë kur ndonjëherë ankohet për shembull fundjavë. U s'kemi bërë asnjë gjë e bukur, s'kemi vajtur në asnjë vend, i them, ndalo një sekond, imagjino gjithë këta polakët që gjithë viti e ndrojnë kursejnë leket për të ardhur në vendi ku ti jeton për ditë për të bërë një javë pushim. Dhe ajo ndalon vërtet dhe mendon që vërtet është me fat. Fati tjetër, fakti këta fëmijët që jetojnë në emigracion, të mësosh gjuhën e huaj pa asnjë sforcë. Edhe kjo është një fat shumë i madh.
Unë I them, shiko, mami është sforcuar, ka gabuar, është turpuruar nga gjuha shqipe në fillim, kur nuk e dinte mirë. Ti, s'ka probleme, ke mësuar gjuhën polake, kështu falas, gratis, si durat. Ndërkohë që ato mësojnë mirë gjuhën shqipe, se ato mësojnë në shkollë. Po. Dhe janë mirë. Po, shumë mirë janë. Dhe ishim këtu tani tek vajzat që janë vlonjate, janë polake, tek secila prej tyre. Kush e ka genin e Vlorës dhe kush e ka të Polonisë? E vogla, I flasim kështu gangstere nga Vlora, që edhe me karakter, është shumë tipike, është shumë po. Është e fort. E madje është me qetë, është me tipare, si që thash, me polake. Ne kemi një poet shqiptar të Kosovës, I cili thotë, unë jam nga qyteti ku kanë lindur fëmijët e mi. Po. Me thëmë, për të thënë atë që prindi jeton për fëmijët. Dhe më kanë pëlqyer gjithmonë këto vargje. Dhe unë them, nuk e kam origjinën nga Vlora, po them jam nga Vlora se të dy djemë I kam lindur në Vlorë. Nga është Roksana tani? Roksana... I ke lindur dy vajzat në Vlorë? Po, Roksana... Do, kthehemi prapë të thënia ime, Roksana është motërxhani nga Ujftot. Patjetër me 2 pasaporta, patjetër lindur në Poloni, po unë kam 20 vjet në emigracion, 15 vite këtu. Këtu punoj, këtu kam ndërtuar familjen time e bukur, këtu janë fëmijët e mi, bashkëshorti, kështu që unë jam këtu në shtëpi. Je nga Vlora. Po. Je nga Vlora. Ndërkohë që 15 vjet në Shqipëri, por 8 vite ju tani jeni shtetase shqiptare. Po. Çdo të thotë ke një pasaport, çdo të thotë të marrësh një pasaport shqiptare? Do ju tregoj një anekdot tjetër. Unë procedura e marrjes së pasaportës para 9 vite, gati 10 vite, sepse është zgjatur goxha, ishte shumë e vështirë në fillim, sepse kam qenë ndër të parët që kanë kërkuar, kanë aplikuar për pasaportën këtu në Vlorë. Pas që e mora gëzoja shumë, në fillim edhe për çështje burokracisë, sepse më në fund s'kisha nevojë të bëja leje qëndrimi, ishte çdo gjë më e lehtë për mua. Dhe gëzoja kaq shumë që kur mora dekretin e presidentit, ala shqiptarçe, kam vlerë embëlsira për punë, sepse vërtet gëzoja. Dhe futem në universitet me embëlsira, dhe më thonë, po ti çake? Kam marrë pasaportën shqiptare. Gjithë kanë filluar të qeshin me mua, kanë thënë, oh my god, ne gëzojmë kur marrim pasaportat të huaja, të gëzojmë që more pasaportën shqiptare, po unë vërtet gëzoja, dhe sot është nder për mua që jam shqiptare dhe kam pasaportën juaj. Është shumë bukur. Po, ndërkohë, thej që bleva ëmbëlsira për të dhuruar shoqeve dhe shokëve të shkollës. Por ju në Poloni si e keni, kur keni kështu raste të tilla gëzimi? Po kemi dhe ne, po ju e keni më nga zemra, jemi më ftohtë, jemi më ftohtë, dhe unë vërtet jam bërta një shqiptare. Nëse do ta përshkruanit Shqipërinë, vetëm me 3 fjalë, cila do të ishin ato? Diell, mirëpritje dhe histori. Diell, mirëpritje dhe histori. Dhe histori. Shumë bukur. Shqiptar. Dhe jemi drejt fundit. Po. Çfarë do bësh akoma? Çfarë ëndër ke pa plotësuar? Shiko se çfarë ke bërë. Që 20 vjeç ke dalë e vetme përballë Europës. Për të fituar të drejtën tënde, të studimit, të punës, të jetës. Dhe sot je në këtë stad. Çfarë do bësh akoma? Cilat janë planet? Cilat janë ëndrat në sirtar? Unë sot ndihem shumë e plotësuar si njeri, dhe prapë do them si shqiptar shëndet të kemi, sepse nuk më mungon vërtet asnjë gjë. Do doja patjetër të zhvillohesha më shumë punën time private në turizëm, dhe unë kam një ëndër jo për vete, kam një ëndër për Shqipëri. A mund të them? Po. Gëzoj shumë dhe do doja të vazhdon të Shqipëria këto hapat gjigante në zhvillim, po duke patur parasysh natyrën e Matnice që keni dhe njerëz e saj, njerëz shqiptar, pa i shkelur, dua që Shqipëria të hecë, kështu që edhe brezat të ardhshme mund të shijojnë.
edhe po shkojmë në fakt me hapa të sikur drejt Bashkimit Evropian, edhe pse kemi shumë e shumë për të bërë. Nëse do t'i drejtoheshit një Polaku që nuk e ka vizituar Shqipërinë dhe që duhet të vi ta vizitoj, si do t'i drejtoheshit? Kjo shpëtje shumë e mirë, sepse unë kështu i drejtohem dhe turistëve që në filim e guides, që në mëngjes kur i marë në ngarkim, i them shikoni, Shqipëria nuk është vetëm plazhi, dieli, deti, palmat, po është një histori që ju nuk e njihni fare, po unë do ju tregoj, janë traditat shumë të bukura që ja vlen të zbulosh dhe të mësosh për këto. Dhe në fund, mund të bëni ju një përcaktim? Kush është për ju Roksana Novak? Është një Polake në Shqipëri, apo një shqiptare nga Polonia? Besoj tani jam një shqiptare nga Polonia. Shqiptare me origjinë polake. Polake, shumë e bukur, shumë e bukur. Roksana, unë të falenderoj. Dhe jemi tani tek në fund, dua të më thuar 3 apo 5 fjalë të urta që ti na i sill nga Polonia. E nuk e di pasaj nëse i kemi të barazblershmet me thënjet tona, me fjalët tona. Unë gjithmonë kujtoj dhe këto 2-3 gjëra që më tha mami para 20 vite, dhe e para, si që ju thash, sa i kontare konta su të stessa, e dyta është dhe shumë e bukur dhe me kanë ndihmuar shumë në jetë, djali nuk është kaq i tmerrshëm sa e pikturojnë. Djali? Po, nuk është kaq i tmerrshëm sa e pikturojnë. Në kuptim, çfarë më thot mami? Që do të thotë? Gjithmonë. Gjithë njerëz, pavarësisht, a ke një drejtor përballë teje, a ke rektor, a ke një shef, a ke një politikan, është një njeri si të, dhe gjithmonë mos ki turp, mos ki frik, ik foli, pëte, kërko çfarë të duhet, maksimumi do të thotë jo, po nuk do të ha. Është varianti barazis gjinore, atë që kërkojmë, barazin gjinore. Jo, nga që ne shikojmë gjithmonë këta njerëz të mëdhenj që janë binë ne, si një gjë, edhe... Figurën burrërore më the, apo jo? Se e lidhe me djali. Jo. Që këtu lind një problem im shqiptimi. Unë nuk them djali si burr, djali si... A si shef? Jo. Djali me dl. Nuk e shqiptoj dot. D-I-A-L. Djali! Bravo! është djalli tjetër gjë. Nuk është kaq të mërshëm si që e pikturojnë. Po, shumë e bukur. Është tjetër kuptim ky tani, nga ai që i dham më përpara, me djalin me figurën mashkullore. Një fjalë e urtë tjetër është edhe këtë që ju thash përpara, që jeta është një libër dhe kush nuk lexon, shikon vetëm kopertinën, që duhet të shijojmë, duhet të hidhemi në jetë, gjithmonë të marim gjithë eksperienca edhe të mira, edhe të keqia, si një gjë që na ndërton si njeri. Edhe kur ajo është e vështirë. Po, patjetër. Edhe një thenje, një fjalë urtë që besoj më përshkruan dhe mua, që themi në polonisht, me këtë njeriu mundet të vjedhësh kuajt. Si? Me një njeri, me të cilin mund të ikësh të vjedhësh kuajt. Do një njeri me të cilën mund të bësh çfarë lloj gjë. Dhe unë besoj që jam një nga këta njerëz që përshtatet dhe me të cilën mund të bëhet çfarë lloj gjë. Po, edhe është e bukur, është një vlerë e bukur që të përshtatesh me tjetrin, sepse në fundit të gjithë bashkëtojmë. Bashkëtojmë në një komunitet, bashkëtojmë në familje. Faleminderit Roksana Novak që ishe sot në Atlas Njerëzor në Blu Televizion. Shumë faleminderit ju. Një jetë frymëzuese e Roksanës që vjen nga Polonia dhe është po aq shqiptare sa ne shqiptarët. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, ishte Roksana Novak, e cila jo vetëm e përshkruan veten si një urë gjuhësh, kulturash, emocionesh mes Shqipërisë dhe Polonisë, po mua tani në fund të kësaj bisede më duket sikur përmbyset raporti. Jo midis Polonisë, po e para është Shqipëria dhe pastaj është Polonia. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.